Pas përfundimit të protestës së opozitës, policia e shtetit ka ndërmarrë një veprime shetimore për identifikimin e personave të përfshirë në aktet e dhunës të regjistruara përmes godinës së kryeministrisë dhe parlamentit. Sipas njoftimit zyrtar, janë identifikuar 22 persona si përgjegjës për incidenten, prej të cilëve 21 janë vënë pranga, ndërsa një tjetër është shpadhur në kërkim. Ata akuzohen për një veprash penale, përfshirë goditje për shkak të detyrës, plagosje të rëndë, prishje të rendit dhe sigurisë publike, shkelje të rregullave mbi lëndët plasëse, shkatërim prone me zjarr dhe kundërshtim të punonjësve të policisë. Mes të arrestuarve ka edhe të mitur të moshës 17 vjeç, të cilët sipas policisë janë identifikuar duke hedhur shishe molotov dhe mjete piroteknike në drejtim të forcave të rendit. Procedurat ndaj tyre po ndiqen në përputhje me kodin e drejtësisë për të mitur. Për shkak të përfshirjes së të miturve në këto akte, është proceduar penalisht edhe sekretari organizativ i Partisë Demokratike Ervin Minarodhi, i dyshuar për veprat shtytje të miturve në krim dhe organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme. Po ashtu, procedim penal është nisur edhe ndaj disa deputetëve të opozitës, mes tyre Belin Klliçi, Flamur Noka, Klevis Badhiu dhe Luan Baçi. Nga përplasjet dhe përdorimi i mjeteve të rrezikshme, 21 persona janë drejtuar spitaleve për ndihmë mjekësore, mes tyre ishin 19 punonjës policie, një qytetar dhe deputeti opozitar Bledion Albati, i cili pësoi dëmtime në kokë gjatë përballjes me forcat e rendit. Deputeti mori trajtim në spitalin e traumës dhe u largua pasi gjendja e tij u stabilizua. Edhe pjesa më e madhe efektive lanë spitalin gjatë mbrëmjes, ndërsa aktualisht 3 prej tyre vijojnë të marrin asistencë në repartin e djegje plastikës në qendrën spitalore universitare. Ngjarjet e së martës sollën një nga bilancat më të rënda të incidenteve të dhunës dhe protestave të fundit, teksa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.